Mes dhimbjes dhe heshtjes, familja Greku, fshati në gjyshnik të Beratit, përcolli për në banesën e fundit vajzën e vetme, Vikena Grekun, 18 vjeçaren që humbi jetën në mënyrë tragjike në një aksident rrugor në hyrje të qytetit të Durrësit. Të afër miq dhe banor të zonës u mblodhën për t'i dhënë lam të mirën, një jetë të re të ndërprerë në mes. Vikena jetonte prej disa vitesh në Gjermani së bashku me prindërit dhe vëllain e vogël, ndërsa në Shqipëri ishte kthyer për pushime dimrore për të kaluar disa ditë pranë gjyshrëve në Berat. Familjarët tregojnë se Eria kishte kohë pa ardhur në vend lindje dhe rikthimi i saj kishte qenë i mbushur me emocione dhe mall për njerëzit të afërm. Aksidenti ndodhi mbrëmjen e 15 janarit rreth orës 23:15 teksa Vikena udhtonte si pasagjere në një automjet tip BMW X5 që po lëvizte nga Tirana drejt Durrësit. Sipas hetimeve paraprake, mjeti po udhtonte me shpejtësi të lartë ku drejtuesi humbi kontrollin, u përplas me barrierat mbrojtëse të mbikalimit te kura i Dajlanit dhe ra nga lartësia, duke përfunduar poshtë urës. Si pasojë përplasjes së fortë, 18 vjeçaria humbi jetën, ndërsa dy komsor mbetën të plagosur. Drejtuesi i automjetit Arbër Xhaxha, 26 vjeç, u transportua në spital ku nga verifikimet rezultoi se kishte drejtuar mjetin në efektin e alkoolit. Burimet bën me dije se ai kishte marrë drejtim të gabuar në rrugë duke rritur rrezikun dhe duke shkaktuar aksidentin fatal. Gjykata vendosi ndaj 26 vjeçarit masën e sigurisë arrest me burg, ndërsa ai do të tohet për vepra penale të shkeljes së rregullave të qarkullimit rrugor, me pasojë vdekjen dhe drejtimin e automjetit në mënyrë të parregullt.